Kur jemi te balancuesi, edhe këtu duhet të jemi të shtrum, pra ta flasim se çka ka ndodhur. Prej 2002 deri në 2015 nuk ka pas as balancues, as ligj, as kurrë. Vetëm ka qenë kategori kushtetuese që është zbatuar nga marrëveshjet e partnerëve në qeveri dhe për hir të vërtetës më mirë ka lëviz përfaqësimi kur s'ka qenë balancues. Domethënë rritja ka qenë gjeometrike, domethënë rritje prej 2% ka shkuar në 16-17%. Me vendosjen e mekanizmit statistikor balancuesit në vitin e 2015-2016 është zvogluar dukshëm, ka qenë rritje minimale, pra rritja e përfaqësimit të shqiptarëve në administratën publike dhe shtetërore me sjelljen e balancuesit. Po ju po thoni që balancuesi ka bërë dëm? Po. Vitet e para, domethënë vitet e para ka pas një lloj efekti minimal, viteve të fundit ka pas edhe kundër efekt. Sepse filluan pra në konkurse, nëse vendi është i parapon për shqiptar, Maqedonës ju deklaron të shqiptarë mirë të vendin e punës dhe nuk ka pas mekanizëm juridik për ta rregulluar këtë çështje. Kanë qenë raste publike, domethënë në opinion, apo siç ishte rasti tash në inspektoratin devizor, nëse nuk gaboj, ku përqindja shqiptare figuron që është 29% dhe kur ka hyrë drejtori të analizon ka dalë që është 12%. Të gjithë tjerët janë deklaruar rrënjshëm, domethënë kur janë punësuar si shqiptar. Dhe kjo hap një temë tjetër, domethënë duhet ta rishikojmë përfaqësimin adekuat të shqiptarëve, a është 22.8 apo është shumë më pak. A është 20, a është 17, a është 15. Po dikuj për garë elektorale i ka konvenuar që është bërë rritja. Dhe duhet ta përfundoj që ministrat, grupi Osmani dhe gjithë ministrat e BDI-s, bashkë me ministrat e LSM-s, kanë mendime me shkrim në qeveri që balancuesi është kundërproduktiv dhe duhet të shfuqizohet. Dhe këtu ka filluar domethënë iniciativa, mandej shkon edhe në gjykatë kushtetuese, ku gjykatësit Maqedonës kanë votuar në mënyrë identike si ministrat e BDI-s, pra kanë shfuqizuar balancuesin, ndërsa 3 gjykatëse, 2 shqiptarë dhe një turk, pra kanë qenë kundër, pra për ta shfuqizuar balancuesin.